Mirë se erdhët në ligjërim të nderuar dëgjues. Me mua sot është një mysafir shumë i veçantë. Një njeri i mirë, fjalë urtë, një mjeshtër i spikatur i vargut poetik. Sa shpirtëror, aq edhe filozofik, që për 3 dekada të fundshekullit të kaluar ka qenë prezent në jetën tonë artistike, zotri Arif Buseqi. Zotri Arif, mirë se erdhe. Mirë se ju gjete. Jam shumë nderuar sot që je pjesë e këtyre minutave. Edhe unë jam ma shumë i nderuar. Sa herë që ju kam takuar në radio, qoftë edhe në shkallët e radios. Njëherë pas përshëndetjes, ma keni thënë një poezi. Gjithmonë e kam admiruar atë shpirtin tënd poetik që e mban fjalën gjallë përmes zërit. Sepse poetët shkruajnë poezi dhe krejt çka duan ta thonë e shprehin përmes fjalës. Ndërsa ti fjalës i jep edhe zë. Si ke arritur, zoti Arif, për kaq kohë ta mbash kaq gjallë poezinë në gjithë këtë dekada që unë përmenda? Vallai, është një fenomen. Edhe unë kam një që 60 vjet me qenë në rrjedhjet e artit edhe vazhdimsi me sjell diçka tre që me met si gjurmë në kohë edhe në art edhe pas shumë dekadave. Vullneti madh edhe pak kontakti. Unë kam punu si gazetar një 20 vjet, redaktor kam qenë në revistën tanë. Tanë, revistave, edicionit librave. Ati kom pas rast me njoh shumë poet, shkrimtar, botëror. Jo vetëm në atë kohë, Jugoslavia që jetim. Ajo ma ka mundësu edhe kontakti me njerëz të mëdhaj, poetët me famë evropiane, botërore. Edhe fillim s'disha shkruaj, se poezinë librin e parë kom titullohet Zogu i Paqës. E shkruan në Shqip? Jo, turqisht. Në turqisht. Turqisht, se unë e shkruaj në dëgju. Kam përthy shumë poet shqiptar në gjuhën turke, Pejka Darese, Azem Shkreli. Do të thënë, vargun që ja ke dhënë shpirtin, vargu e dënë t'ja japë shpirtin edhe me zë. Sepse ti mi recitove poezitë edhe te kafeja ku po pini. Po, atë e kemi njëherë, Aty për aty, unë komunikoj me poezi, vetëm me artë. Poezia imi është shumë e shkurt, po, shumë e ngjeshur, ka sentenca filozofike, nuk është haiki, se haiki është poezi ma e njoftë në botë, vështirë është me shkru haiki, po unë aty jam, 2, 3 vargje, 4 vargje, 5 vargje. Të gjithë poezitë e tua janë maksimumi i ndjenjes në minimumin e fjalëve. Zoti Arif, keni botuar 6 vëllime me poezi në gjuhën turke edhe 7 në gjuhën shqipe. Keni studiuar për orientalistik. Edhe orientalistik. Edhe gjuhë dhe letërsi orientalistik. Dhe më pas, është shumë i çuditshme, nuk keni mësuar asnjë ditë shqip në shkollë. Është. Dhe ta bësh, ta ndërtosh vargun me kaq figura stilistike, ta bësh kaq të thokë, ti gjesh gjitha ato mishtri për ta zbukuru, për ta gdhënë. Zërat, gjuhë shqipe, si të ngëllon vështirë. Por Po duket se tingëllon më mirë poezia në shqip apo në turqisht? Vallai, janë disa që tingëllojnë shumë shqip, po unë shqipen e kom dëgjuar e tani jetën, se nonën e kom peshtimje. Jam rritur me shqipen, por nuk kam shku në shkollë. Shqip. Më ka ndihmu shumë për kthimi nga shqipa në turqisht. Aty unë njofta me artin shqiptar që krijohet në Kosovë edhe Shqipëri, e në Ballkan e në botë. E po është shumë interesant. Se përkthimi në përkthim. Po une jo mundu mi dhonë shpirt, mi dhonë gjak vargut gjuhën shqipe, si tingëllon. Ajo është shumë shtirë. Se duhet me njoftë spari vargun, edhe si tingëllon në gjuhë tjetër. Se poezia nuk përkthehet as në gjuhën e vetë. është shtirë. Ose si përkthys, për thonë. Mos t'isha kon poet, s'kisha mujtë me arrit këtë sukses. Poezia. Mas poezis i cila e kom shkru 1987,
edhe isha me Gani Gjapollin djerë, shumë poet i madh për të mi, ka shenë, edhe thash, që ti për aty, ishim kafe erdhen ato muzet, kur jetë zvin, kur nuk din farkoj, mund me arë, s'kanë më, edhe shru, plisi, si nisi vërtet, kështu, edhe du një poezi shumë e kanshme, e për mu, është poezia ma e mirë. Se vjen në moment. Po, në moment, pse është se kur gëzimi, kur të linë thmiju të parë, ashtu e kum di vetën. E toni, janë isi, mas asaj, ndashi, i recitoj ndashi. Po pa tjetër është shumë knaqësi. Jo, po, kështu thëmë. Është e para. E para, gëzimi parë. E thëmë kështu, plisi silisi, qëndron në shekuj, në malet e kozë, është zok prisi, që shkëlqen në balë si yll fisi, plisi barësia tokës, krah në zemrën e lokës, plisi abetare, dritare, qvap në balin e ilirit. Isa buletini qishtë, dushtë. Edhe, për fat, atë vitune, Komuna e Prishtinës ma dha çmimin e parë, shkrimtari, e kanë dërsu ata, e mora Komuna e Prishtinës ma dha si artist i vitit. Po, në atë kohë ishte në takimet e Gjeqovit në Has, edhe në fturnë bu. Qa me lezu? E thash, pe lezoj plisës. E mora çmimin e parë. Dhe mora çmimin? Po, çmimin, shumë poet ka pas. E kështu. Zote Bojagji, ju jeni Bozagji. Ju jeni përkthyer edhe në shumë gjuhë. Jeni poeti në antologjit botërore, jeni përkthyer në turqisht, në frëngjisht, gjermanisht, arabisht, anglisht. Dhe më thanë, si është të jesh pjesë e gjithë këtij universi? Hala, është knasi, ajo është andër e çdo poetit. S'kam besune, mirë po arti nëse ki universalin, ke arrit me kap, në vark, që më thëjke një shok, thëjke ti tha jenë gjendje në kokën të një orizit tha me shkru një vark, një poezi. Do më thënë në kashtë të imët. Ishim në Beograd, edhe një poet turk e pat marë çmimin e parë. Shumë poet i madh, i ka 120 vepra, 98 vjeç ka ndru jetë, një pasdëllis një Daglargja. Struk e marë festivalin e Strukës poezis, e pat marë çmimin e parë, edhe tani shkum në Beograd, se ishte Beograd si krye qyteti, ishë Jugoslavis në atë kohë, dhe aty ishë promovojshin. Isha edhe me një poet në Gjati Zekiria, unë vike marëm i thonë që jëmë poet po shkruj poezi. Sikur, thë isha Allah kujem. E ajto një më tha, lezëm i 3 poezi, ku nga ty, po Allah thësh. Qërë s'ka më thash kur gjumë, lezëm i tha sultan, ajte, edhe ja lezova u qunë ko. Sa ti mund me qenë poet shumë i madhë, nëse bashkëton kështu. Se ki imaginat, një, ki figur, metafor, edhe ke arrit me pak fjallë me thonë shumë, e arti është aty, po vazhdo, unë isha i ri atëre 75-ën, e ky rrugët të vazhdoj nuk u dava, lezo, kryo, kraso, ku jëm, te kem, gradualisht, sukur se poezia, përveç qenë poet i madh, duhet me unë e kam me gjilpon, kam grapu me gjithë qatë pikën e shqip në tokë. E ajo s'din. Pra ndaj është art elitar. Po, e se kur besimin, kam pas besim veti. Muj ma shumë, muj ma mirë. Gjithë din. Edhe tejtë pra ndaj ka ndalë vepra kështë mira që do me thënë deri në ditët tona, ja, këtu janë disa që na i ke sjellë neve këto. Para se të shfletojmë diçka tek gjithë këto vepra tua të bukura, do doja të përmend edhe faktin se përveç që ju shkruani bukur, keni gjithë këto përmbledhje kaq të mira, keni qenë edhe veprimtar për çështjen kombëtare shqiptare. Do me thënë si redaktor në
revistën tanë ishit edhe përcaktuar për çështjen kombëtare, shqiptare, duke mos u pajtuar që Kosova të zhvishej, domethënë nga ato atribute që i kishte marrë në të 74-ën, keni luftuar shumë pa epur, keni qëndruar shumë pranë figurave më madhore që kishte politika shqiptare në atë kohë, keni vizituar shumë vende, na keni përfaqësuar shumë, domethënë të jesh poet edhe të bësh këtë punën, edhe të jesh veprimtar. Vërtet, unë isha atëre kryeredaktor revistave në gjuhën turke dhe isha kryeredaktor edicionit librave. Por, ndodhi që ndodhi, situata ishte shumë e ranë, edhe në atë kohë, po mendoj kontekst asaj kohë, e pash ka përshkën Kosova, i upit gjitha atributet. Spari, më thiren të ndjerë, jo kreqtart, në Institutin Albaniologjik profesori Dizajeti, Pajezit Nushi, Zekria Cana, ka qenë edhe Ymer Jaka në derë. Që kam pas reagime shumë të mëdha, e kom kundërshtu atë režimin e Miloševićit. Edhe Arif tha peshojmë, tha, ka përshkën, Kosova është situatë shumë të ranë, ti mund me na ndihmu shumë. Thash, valla, unë nuk e kursoj vetën, as jetën tash nëse mund me dhanë një kontribut. Ta të mund me dhanë. Edhe në aty, a kështë pranu me që nisëm të ardhë për me kriju këshidhin për mbrojtën e detave lirë vjetë njeriut. Mirë, po thanë, qëre mund me të burgos, mund me të shkatru familjen, mund me të edhe shumë gjana tjera, thash, a kom derën, unë thash, me qenë kitë këshidh, me këta njerës që Kosova, dhe me aty ka qenë ajka e Kosovës, njerës kretë profesor doktora, letërsi, e së të një o zgjeru e jo, ne se ofermua dhe, aty ka qenë, u bon një 20 vetë, ndjeri Rugova erdhe, Agane, u bon një 20 e kusur vetë, edhe aty na kemë punu shumë, ditë të natë kemë punu për sensibilizimin e qerësit Kosovës. Toni kam pasë, o bon edhe deputet i Rugos në atë kohë. Në atë mandat. Antar, po, në mandat, me atë kam udhëtu shumë, këto lenë Jugoslavi, po, edhe në Turqi, takimet e para Rugova, kryetar, një shteti që ka pranu ka qenë kryetari o zallë, i ndere. Do të thënë gjitha ndej në përbot, gjithë të takime dhe gjithë të vargjët bukura. Do të lezoj një strofë të një vargu, të lezoj disa vargjët të një strofe, më falë. Lufta e Prekuasit. Kur në sytë e zogjve, korbat shuan etjan, një fëmijë nga Prekuasi deshi t'ja dërgoj një letër diellit. As një zarf nuk ja zori letrën e përgjakur. Po. Nga cili vëllim vje ky libër? Nga cili vëllim vje kjo varg? Kjo vjen nga libri Kambanat e Diellit. Po. Kjo ka marrë çmimin e parë në diaspor, shkriptarët në Düsseldorf. Po ta konkurru në atë kohë dhe po ta fat që u zgjedh libri më i mirë dhe çmimin e parë e mora Azem Shkreli. Po para kësaj, për jetësore ka marrë Esad Mekulit. A e nderët madhë, po Esad ka qenë për mu edhe trim, edhe guximtar, po edhe shumë kuadra ka ndalë prej dorës ti, kanari, Azem Shkreli, ka qenë një grup shumë i rëndësishëm që nuk përsëriten mu ato. Ato kanë si do këtë kanë me klasik poezi shqipe, në ato Raman Deda ka qenë shumë poet maj, ka dalë prej duve ti, si me thonë, në bikqyrin e ti. Kam edhe një çmim këto që ta ka ndarë presidenti a Kosovës për diversitetin. Po. Sa të gëzoj ky çmim? Vala, atim se më ka gëzu besoni, se zboj kështu. Për mu ka qenë ajo... Çmimet të gëzojnë. Ma ka dhonë presidenti janë i Republikës time,
ma ka thonë kjo Kosovë, unë për mu shpërblim matë mas ka marë. Kjo Kosovë që ke kënduar ka gjithë vjetë. Shpërblimin Nobel si shakzu ma shumë, se më kanë vlerësu, popli më ka përcjedh. Vazhdimësi, edhe politik, po edhe netërsi, për mu është shumë ka vlerë edhe do me thanje. Ka marrë edhe shumë çmime tjera, po kjo ka qenë kulminante. Shumë e rëndësishme, ti dikush krijon tani jetën, po nuk len gjuhën kërku. Me këto kanë dëshmu se jon poet i dashurisë, poet i njerëzimit. Thamë lem, edhe në gjuhë tjera, kur jam përkthy, ka 20 poezi jonë në për revista, edhe gjermane, angleze, Kosovë, pëse po. Po ata i kam parë si një veçant jo mëne. E kam një lirik shumë të hollë. Shumë brillante, shumë të hollë. E shikova këtë librin. Mirë. Për shembull. Po, ka Arif, ja, këto poezit janë kaq të shkurta, po janë kaq këmbëse, shumë domethënëse, me pak fjalë thuhet shumë. Duke lexuar poezitë tua, unë shoh që e keni përmendni shumë mysin. Ju jeni poeti planetar, poeti i lirikave të bukura të dashurisë. I keni yjet si gjithë kundësht nga një yll. Çdo kundësht nga një yll. Personifikoni përmes syve. Pse keni zgjedhur ysin? Tjetë ysia ajo, bota juaj. Ysia është... E pafund. Pafund. Ma është bile me thomë aty, për grunë kur e thomë që, për shemë dhe kia aty. Gruja thomë, i vetmi planet ku lujzojnë yjet, s'ka që të planet. Gruja për mu është shumë e shajt, që pa gruën, pa femnën nuk ka vazhdimësi jeta, nuk sjell diçka të re. Për mu është planet. Apo e kem aty, për shemë që po lidha gjithë në planet. Thomë, zemra ime në çdo gjuhë e fe, adresa e dashurisë. Stacioni pari yjve, do me thanë, universalen. Bukrën duhet me përqapu. Ashtë. Edhe, qështu, vazhdojnë qëtu. Basarif, kur ta shohësh në një anë, bota është kaq e zhurmshme, e fjala jote është kaq e lirë. Shef, mu më ka shkatru kjo lufta në Gaze, apo Filistin, luftës e tu. Jo i tregoj një rast, ishte promovimi librit gjuhën angleze. Këto në Shqipë është edhe dur një general pej publikut, se folën profesor Agim Vinca, Sali Bytyqi, Agim Deva, me kish kushtu një përmendore, një 10-12 strofa për mu, për gjallë. Thash, unë e unë gjallë ende, ta duhet për zgjallë me shku se kur desa kur kështë përmen. Sort nevoj, thësh, unë nuk shkruj për përmen, po unë e kom knatësi një, unë e kom frimarje, vargun e poezinë e artin, nejse dull, edhe gjallë është e. I shkon në zonën e Lapit, general, Shpetim Golemi, po me njohë, edhe dull për publikut. Prezentoj kështë të ju lutëm të prezentoni, tha unë jam Shpetim Golemi, po tonim tregoj, ishte prej Shqipërisë. Tha, o sa bukur, tha, deri me sot, tha, poetët kanë shkru për generale, për trimrin e tyre, strategjin e tyre, luftarake, guximin. Tha, sot një general do të folë për poezit e Arifit. Po tha me knatësi matë madhe, tha. Unë e librin e parë e kom pas ku që ka dalë në Tiranë 1999, Hiri Lotit, djashtet e trenin, gjuhën Shqipe dhe gjuhën Gjermane, me ka botu të ena e Tiranës. Ajo ka pas buj shumë. Ja unë edhe e lezova të tësh. Me fjallë të ti thok, a ka Kosova kësi poeti, kush është? Ka pa durim të komprit me pa, edhe rezistoj. Arifi thot, poezit e Arifi thot, kur ti lezon, edhe ai 7 vjeqari, edhe ai 77 vjeqari, kam i met një kujtes.
Aty është tha arti, tha. Kjo është arti i depërtimit. Qashtu. Arti i depërtimit. E thot, edhe këto, se haroj, se jonë në gazeta, tha, Arifi ka 4 vargje për luftën, se unë jam lufta, se duhet lufta nuk si jetë mirë, asni popull. Ashtu. I ka 4 vargje, pak, po lefdona, jo me fjallët. Jo, asfaj. Po luftë, thot, unë sot i kësha bo pankart edhe me qitë në kombet e bashkume, se lufta që atë bënë. Allah, thosh. E reciton atë poezi që kështu së thonë. Lufta, thonë, të shlyn nga regjistri djedhit, natën ta kushton në balë, qiellin mbi dhe, mëngjes i fundit, zog i ngordur në fjalë. Pa, thonë poezi më, unë nejse, edhe diellin ta kushton në balë. Kaloj, nejse, janë shumë gjetje poezitë tua, zoti Arif. Cila është fjala më e bukur shqipe? Allaj, a me thonë, shiu bre, që ka një zë aty për një shiu, se di unë e të shumë shiu. E thua që është krijuar shumë herët. Po. Bas tingujve. Po ashtu, bashkë bilajmë. A është të vërtet? Asnjë fjalë nuk përkon më shumë. Gjevahir që pa ju e ka një 2 vargje, mrekulli, s'kam lezu. Thot, rënjët e shiut janë në det, Allah. A unë e kom në tjetër, këtoni më randër me hem, e thë, shiu, që andron shiu, pipis të poet, qapet i bacarit, andron të pikojnë në tokë dhe fara t'i mbetit 7 zane, gjelë broj. Pa të e figur që aty është, ashtë gjetit tokët që di. Shumë e bukur. Një varg librash që na i ke sjellë këto. Një varg librash që na i ke sjellë këto. Për poetin të gjitha librat janë si fëmijë. Secilit i gëzohet kur lind. Unë e kuptoj që secili e ka gëzimin e vet në momentet edhe në kohën kur janë botuar, kur ka ndalë, shumica janë ribotu. A mendoni, Arif, që sot njerëzit e duan lirikën, duan poezi më moderne, sa ka mbet poezia si art elitar që është të përshafohet nga breziri, nga krijuesteri. Shtërë të breziri po shkrujnë, interesant, shumë po shkrujnë, edhe mirë që po shkrujnë, edhe interneti shtërë të ka bot, po, sa është të mirë aqë edhe kesh, s'po lezojnë libra, s'po lezojnë pak, s'po mujnë, se ti me një poezime, dhe të poezis, s'mon me vlerësu, po që aty është një kohë bukur shumë, po musmu, për me vlerësu një poet, tu kogja shumë me kalu një kohë, dhe me edhe kritiku me vlerësu, kritiku që për mu ka shkru një 60 kritik, poet, kritik letrar, studiues, po që edhe Gjevahir Spaju ka shkru për atë librin prangimin i një popullit aq bukur, Gjevahiri është për mu liriku maj madh, jo që ka Shqiptaria, po Evropa s'ka, pëlqen shumë liriku, shumë ama, ka figura, metafora, simbol, ka imaginat bushme, unë e des, se poezia pa imaginat, unë e krasoj shtu, glem një poet shkrimtarë të qizë të ke, mu më dypshin, unë e atër janisa me bo, me renovu shpirë, ku është Arifi, ka shku me marë ciment, ku është Arifi, ka shku me marë zadë, ku është Arifi, ka shku me marë hekur. Tha që pe kuptoj pëse poezit e Arifit ka shumë jonë, ka shumë të forta, a i po shtike betanta, po shina i gare këta. Arif, qëka i duke punu kovet? Të gjova se je duke bërë të një? Po, jo, unë shkruj ditë e najtë, shkruj, sa, po, kur jo më disponom, kur vinë muzet, pa arë me laqët të nësë me shkruj, po edhe i natën që ona në 2-3, thot, më duket që se s'ki ko, shkruj dishka, një varg,
Muse le. Edhe e kom tani një liber, besoj te i mbojnë fund mujit duhet me dalë, titullohet Gjaku i yve, pak është provokativ. Gjaku i yjeve. Aty e kom qëtu se di... Gjithandej me yje? Po, gjitha me yje. Gjithësia, aty pa vdekësia është ta. Si është... Se di e kja të tis, s'ko kujtot, Gjaku i yve, ku është rushe, burit, jo. Gjaku i yjeve është përmbledhja poetike që do dalë tash. Do dalë, po. Aty një 50 poezi. Janë poezi që i dedikohen dashurisë, po, dashurisë, që ashtu. Se për mu, pa dashurisë s'ka vazhdimsi jetë, s'ka. S'është interesant. Dashuria është galeria a poezive tu. Është galeria a poezive tu. Valla, se që përshem, ku kejo bre, ati të, e kom atë poezin, po aty dikun e kom, e ka shumë poezi, valla, po kreto është e lidhën me gjithësi, që aty une, ajo është oqean aty gjoj shqetësi. Edhe mundon me e gdhend varkë, me e gdhendi te i ri, e shosi, është diçka, jetë diçka në len gjurë në letërsi, se me shku ka dhe strofa, sot s'kan kon njëzia. A kur për shkuj ka 2-3 vazhe, minjerë për kap ato, për jetë kujtes. Si epitafe që vazhdojnë të mesin. Po. Pasari, unë do doja shumë që kjo emision të ishte më i gjatë dhe ta rumbullaksonim gjithë veprimtarin tënë dhe për një artisti, një poetit mirëfillt. Po duke qenë që është një emision që i dedikohet të gjuhës si komunikim, unë jam shumë e privilegjuar sot që ndava këto minuta me ju, duke ju prezentuar si lirikun e rallë, si veprimtarin e shuar, si njeri unë që do vazhdoj t'i këndoj poezis, dashuris, deri në frymën e fundit. Ashtu, jo, ishte nder për mu, edhe me knaci erdha, që falimderit që më dhatë rast t'i shprej do mendime që edhe krim të aristime. A mbyllim bashkë me 2 vargjet e tua shumë godice. Që më mungon vetëm edhe një fjalë të marrë ngryk kufit e ajrit. E ajrit. Vala fëcirë është shumë e gjithë. Bilem, po, e kom edhe një poezi për pamarsin, e pa të shku heret. Edhe ajo është shumë interesante. E gëzojnë pamarsin, e thomë kështu, mrena kufive të ajrit, pamarsia testamenti djedhit. Tani në Kosovë, zogjet këndojnë, mendojnë, komunikojnë, me yje dhe pin ujë shqip, dhe me Kosovë është liru. është liru dhe liru. Që këj vargë është shumë e ranësia, ato e kanë thonë shumë vetë, për mama, pin ujë shqip, zogjt, pak pëstirë. Figur është, një figur shumë. Sigurisht, jam një shumë gjetje, Bacarit. Unë të dëshiroj shumë shëndet të plot, të nga gëzosh edhe tutje me poezi, me varg të lirë, të tukt. Rafsh dhe shumë falinderit që ndave konë. Unë edhe njërë falinderit për pejzë zemrës, që pa të ndirë pak një shprej do mendime, se shkurt të jetë arë shumë e shkurt. Qelim shili sytë. Sukur një erë si të kalona për te. Se shemo. Falminderit. Ishte krasi. Poezia mbetet.